Kandidati për deputet në qarkun e Vlorës, Vullnet Sinaj, vjoi takimet elektorale, ku ndalesa e radhës ishte Selenica. Ai u prit me entuziazëm nga banorët dhe mbështetësit, të cilët e shohin si personin e dur për të përfaqësuar jo vetëm zonën, por edhe më gjerë. I pranishëm në takim ishte kryetari i Bashkisë së Selenicës, Nertil Bellaj, i cili u shpreh se Sinaj është një derë e hapur dhe një zë i fuqishëm për lobim në mbështetje të komunitetit. Në fjalën e tij, deputeti dha një mesazh të drejtë për drejtë ndaj klasës politike, duke theksuar nevojën për më shumë ndjeshmëri ndaj problemeve të qytetarëve. Ja thirrje të gjithëve sot në këtë ditë, gjithë politikanëve, ta ulin egoizmin dhe lakmin e tyre dhe ta afrojnë më shumë me njerëzit e thjeshtë, për t'i ndihmuar të gjithë ata që kanë halle, për t'u gjendur më afër atyre që kanë halle, për t'u zgjidhur problemet atyre që kanë halle dhe shqetësime që s'kan një përkraje, dhe ky është mesazhi që doja të jepja sot në këtë ditë si politikan. Janë disa punë të mira që janë bërë në Selenicë dhe unë do të përgëzoj Nertil. Fakt fushata është e imja, po ti mua ma bën më të lehtë me punën që bën dhe më krijon besimin që unë ty nuk të mbështeta kot. Unë kam dhënë një shembull që përballova zonën sepse kuptova kërkesat e njerëzve dhe gjeta zgjidhjen. Duke ardhur nga eksperiencë biznesi, dija të zgjidhja problemet. Juve nuk mungon më deputeti që ju përgjigjet në telefon, deputeti që vinë zgjidh hallet, ju e keni atë deputetin. Kam frikë që ato zonat andaj nuk e kanë akoma atë deputet. Kështu që do ju thosha që kur flisnin telefon me ta, po japim hua dhe juve deputetin ton, thuaj se do ju hap telefonin, do vi të zgjidh dhe problemet. Dhe garantojuni që punën që kanë bërë këtu në Selenicë do ta bëj dhe në zonat të tjera. Votojeni numrin 5 Partinë Socialiste. Ai shtoi se do të mbetet gjithmonë i lidhur me njerëzit dhe se do të kthehet gjithnjë për t'i parë drejtën në sy. Si të jem deputet, si të mos jem deputet, unë do ngelem njeri dhe tek ata njerëz do kthehem dhe kur t'jem pa mandat dhe dua t'i shikoj të gjithë në sy. Gjeta mbështetjen tuaj dhe unë jam këtu sepse ju më keni mbështetur dhe ju më doni. Jeni ju që më kthyet përsëri në politik. Më keni sjell, tani më respektoni dhe më çoni atje siç duhet deputetin më të nderuar të Shqipërisë.